ditë pushimi vjem shtëpi, Albert. Po, zotri Enver, po unë jam të prit për javës të kalume përgjigje për juve. Po, prit me shumë shamet bo. Okej. Le ta festoj unë ditën pushimit ta festoj. Okej, ani shkurt veç një pyetje dhe vazhdoj pushimin atëhera, po më tregon të lutna pse se ke rënu penthouse-in të lirimin mbi ndërtimin për cilin keni bu kallëzim penal? Mirë, po pytyqi me këtë ka kryer shkelje duke qenë se nuk ka paraqitur asnjë arsye për mosndërmarrjen e këtij veprimi të paraparë me ligj. Po, nëse rënimi katit të tet nuk paraqet rrezik për jetën, shëndetin e njerëzve, ndërtimet e tjera apo tokën përreth, dhe është i nevojshëm për shkak të rrezikut të stabilitetit të ndërtimit apo ndërtesave fqinje, ose vënë në rrezik jetën e personave, atëherë inspektori, sipas Nenit 34 të ligjit për ndërtim, ka pasur bazë ligjore dhe kompetencë të ndërmarrë rënimin krahas gjobës. Mospërdorimi i kësaj kompetence, nëse nuk ka arsye të justifikueshme ligjore apo teknike, mund të përbëjë shkelje. Derisa Bytyqi e la Krasniqin të ndërtonte penthouse-in, Osmanolla ja mundësoi atij edhe lëshimin e certifikatës së pronës për përdorimin e objektit. Bazuar në dosje, 7 muaj pasi ndaj Krasniqit ishte bërë kallëzim penal nga komuna për ndërtim pa leje, Osmanolla si duket ka mbyllur syt kur në shprehje ka ardhur shikimi dhe numërimi i katit të fundit, kësaj duke legalizuar pjesën tjetër të ndërtimit kundërligjshëm. Osmanolla më 25 shtator 2024 i ka lëshuar certifikatën për përdorim të objektit të podrumit për dhesës dhe 7 kateve banim, ndërsa nuk përmendet kati i 8 aty edhe ku është lëshuar leja ndërtimore duke ndërtuar penthouse. Pse ke legalizu lirimin ne, ke lëshu certifikatën për përdorim të pronës kur ka pas mbi ndërtim, ka penthouse në katin e fundit, në katin e 8, edhe për ma tepër 7 muaj para certifikatës tane. Unë e t'i kthej këto, a unë është me një që pyetje me jam t'i dërgoj me. Jo, shumë të lutëm se unë e kom dërgu emailën, po nuk jeni përgjigj, veç tregom se ke lëshu certifikatën për përdorim. Po, e kom dërgu javën e kalume kur keni qenë në punë. Gjama në pushim,